disa pësuan? Vepra penale mund të kryen në mënyrë individuale, po edhe në mënyrë të organizuar, bashkëhyrje dhe vepra tjera të cilat mënyra tjera të administrimit ose të kryerjes së veprës penale. Pra në rastin konkret, këta kanë kryer një veprim të kundërligjshëm në mënyrë të organizuar, duke paraprit një marrëveshje paraprake, përgatitjen për kryerjen e veprimit përkatësisht veprave penale që kanë kryer ditën kur ka ndodhur ngjarja, si dhe veprimet në mënyrë kumulative janë përmbushur elementet e gjitha të tyre vepra penale. Pra, jena të folë për një grup të organizuar, të mirë organizuar, jena të folë për një organizim paraprak, nuk ka qenë momente atësatshëm dhe me një marrëveshje paraprake. Të rastet kur avokatët i mbrojnë të akuzuarit dhe kërkojnë, si më thonë, veprimet specifike për secilin veç, kena të bëjnë të veprimet të cilat nuk ju ka paraprit një marrëveshje paraprake. Pra në rastin konkret, është shumë e qartë që ka paraprit një marrëveshje paraprake, një organizim dhe një përgatitje e gjitha kanaleve të anën në cilët janë futur në Republikën e Kosovës, drejtën e tyre, si më thonë, dhe përgatitjen e kryerjes së veprës penale të kanosur dhe të filluar, pra nuk mund të kërkohet që në rastin konkret të kërkohet një gjykim për veprimet individuale. Pra, të organizimi dhe vepra ka qenë e organizuar dhe e kryer nga grup personat dhe jo nga personat individual. Në rastet kur kërkohet që personat të gjykohen përkatësisht të ketë një lidhje kauzale mes veprimit dhe shkaktimit të pasojës, janë vepra penale të cilat nuk ju ka paraprit, si më thonë, një organizim ose një marrëveshje paraprake dhe kanë ndodhur atësatshëm. Në rastin konkret nuk mund të kërkohet një gjykativ të organizimit përkatësisht mënyra e konkret kryerjes së këtyre vepra penale ka qenë në mënyrë të organizuar dhe me marrëveshje paraprake. E qartë, për ta